çdo ditë që kalon, po rrit në mënyrë eksponenciale zemrimin dhe revoltën tek qytetarët e Tiranës dhe qytetarët shqiptarë. Po rrit vendosmërinë e tyre për t'i larguar me çdo çmim nga pushteti. Këta hajdut që te i kalojnë me vjedhjet e fondeve dhe pasurive publike të gjitha vjedhjet që janë bërë në 113 vjet të shtetit shqiptar. Bllokimi i drejtësisë nga Edi Rama, refuzimi për heqjen e imunitetit dhe arrestimin e Lubi Ballukut, diktimi vendimit të gjykatës kushtetuese, janë aktet më të rënda, më të paprecedent në historinë e një shteti. Është poshtrimi më i madh që u bëhet qytetarëve shqiptar, duke u thënë atyre se ne ju kemi vjedhur, ju vjedhim dhe do t'ju vjedhim, sepse jemi mbi ligjin, mbi kushtetutën, dhe kjo përbën një poshtrim për çdo qytetar që beson në barazin para ligjit dhe ligjit, që beson kushtetutën dhe rendin kushtetues. Edi Rama, përgjegjësitë i ka dhe shumë më të rënda se sa Lubi Balluku. Sepse nëse ata vërtet kanë vjedhur dhe shpërdoruar miliarda në veprat publike, ndërmarrja kopshti privat i Edi Ramës, akshi, nuk është kontrolluar nga Lubi Balluku. Akshi ka qenë ekskluzivitet total i familjes Rama. Në dosjen e Akshit janë veprat më të shëmtuara në historinë e kombit, vjedhja e plot dhe totale e të gjitha të dhënave të sigurisë kombëtare dhe ato që kanë lidhje me aleancën e Shqipërisë që vinë nga Aleanca Atlantiku të Veriut në Shqipëri. Kalimi këtyre dhënave në duar të bandave dhe armiqve të betuar të kombit shqiptar dhe NATO-s. Dosja e Akshit nuk është pra vetëm dosja e vjedhjes së qindra milionë eurove nëpërmjet baxhanakut të tij në Aksh, të ndërmend në Aksh dhe implikimit siç tregojnë regjistrimet të bashkëshortës së tij në përcaktimin e fituesve, nuk është vetëm pegmarrjet, 3 pegmarrje, jo 2, 3 pegmarrje. Geron Meçe me 12 gusht. Daniel Shima, një javë më vonë, dhe një tjetër biznismen i ri,